Një operacion policor i koduar Gru dhe Re është finalizuar me sukses nga strukturat e policisë, duke quar në kapjen dhe ndalimin e një shtetasi të shpallur në kërkim. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të rënda, në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme shqiponja, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe zhvilluan operacionin, si rezultati të cilit u vu në pranga shtetasi Klavjer Tfusha, 21 vjeç, banues në fshatin Gru dhe Re. Ndalimi i tij u bë me urdhër të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër, për veprime penale për krahja e autorit të krimit. Nga hetimet, dyshohet se më 16 janar 2026, 21 vjeçari ka transportuar me automjet shtetasin EK, i cili u përfshi në një konflikt për motive të dobta me shtetasin AM në vendin e quajtur Kryqëzimi i Vinotekës. Gjatë konfliktit, dyshohet se është përdorur armë zjarri, pa shkaktuar pasoja. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.